Kryeministri Edi Rama ka ndarë lajmin lidhur me faktin se marrëveshja e pensioneve me Italinë nis zbatimin nga 1 qershori 2025. Kryeministri pohon se ky është një lajm i mirë dhe i ndarë veç për t'i dhënë vëmendjen e duhur jashtë vorbullës së samitit të Komunitetit Politik Evropian, duke e cilësuar se homologja e tij italiane Giorgia Meloni e solli dokumentin final ditën e samitit evropian. Motra solli në Tiranë dokumentin final të procesit të gjatë ligjor mbi zbatimin e marrëveshjes së pensioneve me Italinë, që do të thotë se nga 1 qershori shqiptarët e Italisë do të nisin të përfitojnë nga kjo marrëveshje kuptim plot për nivelin e ri të marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Italisë, shkruan Rama në një postim në rrjetet sociale. Marrëveshja për njojën e ndërsjellë të kontributeve për pensionet mes Shqipërisë dhe Italisë do të nisë zbatimin në muajin qershor të këtij viti, dhe nga kjo marrëveshje pritet të përfitojnë mbi 500.000 shqiptar dhe një numër i lartë shtetash italian. Në muajin mars të këtij viti, kjo marrëveshje ligjore hyri në fuqi dhe në fletorin zyrtare të Italisë, teksa firmosja ishte bërë më 6 shkurt nga palët respektive. Marrëveshja garanton të drejtat për pensionet e shqiptarëve në Itali dhe italianëve në Shqipëri, nga e cila përfitojnë rreth gjysmë milioni shqiptar dhe 4.000 italian. Ja sa pension përfitojnë shqiptarët, alokohen edhe fondet. Me Greqinë vijon debati teknik, pasi është një proces i gjatë dhe i vështirë, po shkohet drejt numrit 27 deri në 28 marrëveshje. Më herët, komisionet e politikës së jashtme në Senat dhe në Dhomën e Deputetëve në Itali miratuan amendamentin për alokimin e fondeve në kuadër të zbatimit të marrëveshjes. Për vitin 2025 u miratua një fond për 12 milion eurosh, 13.6 milion euro për vitin 2026, 13.1 milion euro për vitin 2027, 15.1 milion euro për vitin 2028, 17 milion euro për vitin 2029, 19.3 milion euro për vitin 2030, 21.3 milion euro për vitin 2031, 23.4 milion euro në vit për të gjitha vitet e mëpashme duke filluar nga viti 2032. Që prej viti 2005 deri më sot, Shqipëria ka nënshkruar një sër marrëveshjes në fushën e sigurimeve shoqërore, ndër të cilat me Turqinë, Belgjikën, Hungarinë, Luksemburgun, Çekinë, Maqedoninë e Veriut, Gjermaninë, Austrinë, Bullgarinë, Kanadan, Rumaninë, Kosovën, me Konfederatën e Zvicrës dhe me Kroacinë. Pritet të hyjë në fuqi edhe marrëveshja me Malin e Zi dhe Bullgarinë, ndërsa janë në proces marrëveshjet me Poloninë e Serbinë dhe kanë shprehur dakordsi për fillimin e negociatave vende si Slovenia, Spanja, Danimarka, Moldavia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Qeveria është në një proces të përparuar për marrje dakordësie për fillimin e negociatave me Francën. Konkretisht, një qytetar shqiptar që ka në total 27 vite punë, nga të cilat 14 vite në Itali dhe 13 në Shqipëri. Kujtojmë që në Shqipëri pragu për pension minimal është 15 vite, ndërsa në Itali është 20 vite punë. Do të marrë pension në Itali për 14 vite dhe në Shqipëri për 13 vite. Jo vetëm kaq, marrëveshja ju jep mundësi emigrantëve të përfitojnë edhe nga skema të tjera, siç janë pensionet e invaliditetit, pensionet familjare, pagesa e papunësisë, nga sëmundjet, si dhe nga barlindja.